Një aksident automobilistik është regjistruar në aksin rrugor Elbasan-Peqin, afërsitë të fshatit Paulesh. Mjeti tip Suzuki me targa greke me drejtues shtetasin Frok Lalaj, 42 vjeç me banim në Shkodër, është përplasur me mjetin tip Benz me targ LB 2402A me drejtues Fatmir Tanushin, 39 vjeç me banim në Elbasan. Si pasojë përplasjes së dy mjeteve, ka mbetur i dëmtuar rënd drejtuesi i mjetit me targa greke Frok Lalaj. Shkak për aksidentin ka qenë kalimi në krahun e kundërt të mjetit me targa të huaja. Ndërkohë që një tjetër aksident është shënuar gjatë paraditës së sotme në aksin rrugor Berat Ura Vajgurore në vendin e quajtur Ura e Hanit, ku 3 mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Mjeti tip Benz me targa të Beratit 7399A është përplasur fillimisht me një mjet tip Foristrad që dilte nga qyteti i Beratit, më pas me një tjetër kamion që ndodhej i parkuar në rrugë. Përplasja ka qenë e fuqishme dhe drejtuesi i mjetit tip Benz Shpëtim Para, 34 vjeç, banor i fshatit Ullinjas, ka mbetur i plagosur rënd. Ky i fundit është dërguar me urgjencë drejt spitalit të Beratit, ku ndodhet në kujdesin e mjekëve. Drejt vendit të ngjarjes kanë mbërritur më pas ekspertët e policisë rrugore, të cilët nisën hetimet për të mësuar shkaqet e këtij aksidenti.